Gjesti dhe Rozana përplasen në një debat të ashpër, ku tensionet mes tyre arrin kulmin. Gjesti, i acaruar nga sjellja e Rozanës, i afrohet me një shikim të ftohtë dhe të ashpër, duke e bërë të qartë se ai nuk ka më durim për të. Ik zhduku, mos më fol më me gojë. Nuk dua të dëgjoj më asgjë nga ty. I thot ai me një ton të lartë, duke u përpjekur të mbajë qetësinë, por dukshëm i irrituar. Rozana, e befasuar nga reagimi i tij, i përgjigjet me një ironi të lehtë, po çfarë ke tani? Pse të djeg kaq shumë? Apo ndoshta e di që kam të drejtë dhe s'të pëlqen ta dëgjosh. Gjesti tund kokën dhe qesh me nervozizëm, duke kaluar duart në flokë. E di shumë mirë se çfarë bën ti. Ti je plot intriga, gjithmonë i manipulon situatat në favorin tënd dhe pastaj del sikur je viktima. Po e di çfarë. Nuk më intereson më. Nuk më don, as nuk të plas për mua, ndaj mos u mundo kot të bësh sikur të intereson. Rozana e vështron me një buzëqeshje të hidhur. Nuk më plas për ty? Ha, shumë mirë. Sepse as unë nuk dua të merrem më me ty. Më mirë larg një personi si ti që e ndryshon mendjen çdo 5 minuta dhe nuk di çfarë do. Gjesti shtrëngon nofullat dhe e shikon me inat. Shumë mirë atëherë. Qëndro larg meje dhe mos u mundo të më përfshish më në dramat e tua të kota. Unë kam punë më të rëndësishme se sa të merrem me ty dhe me lojrat e tua. Debati i tyre ndizet edhe më shumë, ndërsa banorët e tjerë i shikojnë me kurreshtje, duke ndjerë tensionin që po mbushte dhomën. Gjesti largohet me hap të shpejtë, ndërsa Rozana mbetet aty duke buzëqeshur me ironi, sikur të kishte fituar diçka nga kjo përballje. Por në të vërtetë, asnjëri prej tyre nuk e kishte fituar këtë betejë, ishte thjesht një tjetër kapitull i një lufte që nuk dukej se do të përfundonte shpejt.